British Antarctic Survey BAS ka publikuar disa oferta pune për të punuar në stacione të ndryshme kërkimore shkencore në Antarktidë. Këto pozita janë të parat që shpall ky institucion dhe do të lëshohen oferta të reja në një periudhë prej 3 muajsh. BAS kërkon një gamë të gjerë profesionistësh, nga shkencëtar, teknicien, inxhinier, marangoz, kuzhinier e elektricist, deri te biolog detar, inxhinier elektrik dhe konsulent për shëndetin dhe sigurinë. Aplikimi është i hapur për të gjithë. Sipas ofertave të para, kontratat ka një periudhë nga 6 deri në 18 muaj dhe janë të karakterit fleksibël. Paga më e ulët fillon nga 35.000 euro në vit. Po ashtu të gjitha shpenzimet e ushqimit dhe strehimit janë të mbuluara për të gjithë punonjësit, pavarësisht nga detyra e tyre. BAS do të siguroj akomodim, ushqim, udhëtime, veshje të specializuara dhe mjete, si dhe periudhë trajnimi për punonjësit. Antarktida është një nga destinacionet më unike në botë. Me një popullsi që arrin deri në 5.000 persona gjatë verës dhe 1.000 gjatë dimrit, ajo është e banuar kryesisht nga punonjës të sektoreve të ndryshëm. Ndërkohë duhet theksuar se Antarktida ka një klimë ekstremisht të ftohtë, me mungesë të dritës diellore gjatë dimrit dhe temperatura shumë të ulta që mund të ndikojnë në aspektet fizike dhe psikologjike të punonjësve.